nga Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Po i vjen Gjibrili alayhi salatu wassalam për t'i thënë ja ejuhel muddathir, o ti i mbuluar, o ti që i mbuluar, kum fe endhir, dilë dhe thirë në popullit, dilë dhe thirë i njerëzit, tregoa shpalosua atyre të mirat që i kanë nga Zoti i tyre, sepse kjo shoqëri është ndënuar dhe ka ardhur në këtë gjendje për faktin nga se mendimi i tyre është vetëm te e keqja dhe mendojnë vetëm se si të bëjnë keq. Andaj dilë dhe tregoa anën tjetër të medaljes, dilë dhe tregoa si mund t'ju vi lumturia në jetën e tyre. Pra Allahu i madhëruar i tha Muhammed Mustafa alayhi salam, por na thonë edhe neve duke na thënë, o ju që ju kam mbuluar mendimi i keq, o ju që jeni zhytur dhe jeni mbuluar me gjëra negative, largojeni batalijën e errësirës, largojeni batalijën e cila va ka errësuar ambientin e juaj, largojeni batalijën e cila është negative dhe nuk ju lejon të shikoni dritë dhe mirësi, dhe shikojeni dritën e Zotit dhe ato e cila ju rrethon, sepse keni shumë që ka të shihni, dilë dhe shihi të mirat e Zotit ton Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shaluhu. Dhe me këto mendim pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe duke qenë aktiv në jetën e tij reale, por 23 vite, ai jo që e ndryshoi shoqërinë, por i dha botës, njerëz të cilët pastaj edukonin dhe përhapnin vlera në të katër anët e botës.